ka qenë një proces zgjedhor demokratik. Dëshiroj ta falenderoj gjithë strukturën dhe listën e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës. E uroj fituesin, lëvizjen vetëvendosje dhe zotin Kurti për fitoren. Sigurisht Partia Demokratike e Kosovës ka prit rezultat më të mirë, unë kam prit rezultat më të mirë. I nevojitet tjetër rezultat Partisë Demokratike të Kosovës, po Partia Demokratike e Kosovës ka arrit me rujt votën e vet, me rujt elektoratin e vet. Pozita i ka edhe përgjegjësi të veta. Kur jem pozitë ki edhe përgjegjësi, sigurisht se unë nuk jam prej atyne që iko dhe shef në mas përgjegjësive. Këto ditë do të kemi takime me strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, vendimet i marrë në kohë, të analizuara, të peshura mirë dhe sigurisht nuk vonohna në vendimarrje. Pres që shpejt konstituohen institucionet, vendit këtë institucione, mos të kemë vakum institucional, vazhdon puna, pa se mjaftu shumë kemi pas blokada edhe mungesa, dhe secili ta kryjmë punën e vet, edhe partitë që kanë fituar, po edhe ne që mund të jemi në opozit me dhe kontributin tonë mrena përgjegjësive tona. Gjithçka që është në interes dhe në dobi të Kosovës, Partia Demokratike jep kontributin e vet. Sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, edhe kalurëm i kemi votuar marrëveshje ndërkombëtare, gjitha ato që janë dobi dhe në interes të Kosovës dhe qytetarët të Kosovës. Sa i përket çështjes së presidentit, unë e kam thënë që është proces i ndarë, unë pres fillimisht me konstituu kuvendi, me u formu qeveria, me vazhdu puna dhe kur të vjen koha e presidentit, besoj që ka mundësi me u gjetë formulë qysh me u zgjedh presidenti edhe mos me u blloku vendi.